Kinës i duhet bllokuar ky kanal i furnizimit të energjisë nga Irani që shkon drejt Kinës. Pra hym në atë panoramën e madhe të mes luftës ekonomike të BRICS-it me perëndimin. Në të njëjtën kohë, është interesant thuhet se Kina, si fuqi e madhe ekonomike, por edhe ushtarake, pjesën e vetë Kashmirit ja ka marrë Indisë. India ka qenë pa aftë bëj luftë me ta në atë moment. Kështu që sot unë ndoqja edhe deklaratat e zyrtarëve të lartë pakistanesë, ministri mbrojtjes, i cili tha ne jemi bërë për luftë, gati për luftë, është e qartë që India ka një plan për të na sulmuar dhe për luftë. Por edhe kryeministri Modi dhe zyrtarët e tjerë të Indisë nuk se kishin një gjuhë më të butë. Pra unë mendoj që nëse e para ka 4-5 ditë që ata qellojnë njëri tjetrin, por nëse kjo gjë vijon, unë atëherë shoh që ne do të kemi një luftë të re, një front të ri ku do përfshihen pra këto 5 shtetet që janë Taxhikistani, Afganistani, Pakistani, India dhe pse jo dhe Kina. Por është një situatë larg nesh, por me implikimet e veta ekonomike mund të ketë ndikim edhe në jetën tonë, në ekonomitë tona. Cili është, e përmendëm këto 2 shtete sepse do të ketë një përplasje bërthamore. Unë i dëgjoja deklaratat e zyrtarëve të 2 shtete. Së shetën që do ketë. Kërcënimi një... Sa është potenciali ushtarak i të 2 vende? Është i madh, sepse ato janë të 2 vendet të pajisura me fuqi bërthamore. Shumë i madh. Dhe janë 2 vende me numër të madh njerëzish. Diferenca vetëm është që India është 1 miliard dhe gjysmë njerëz, gati sa Kina, ndërkohë Pakistani është 150 milion njerëz. 250 është. Prapë, domethënë diferenca është shumë e madhe dhe hapësirat janë në male dhe lufta mund të zgjerohet. Është një rajon i cili ku kalojnë gjithë interesat e botës, por në njëjtën kohë nëse ti shikon, ka të bëjë edhe me atë që unë e kam përshkruar gjithmonë si këtu në studio me ju, si lufta e kanaleve, ndërlidhjeve. Pra, nëse do t'ishte e mundur që të realizohet ajo lidhja toksore që do të organizoj me trend shpejtësisë lartë Erdogani me gjirin persik, pra duke kaluar nga Turqia në për Irak dhe për të vajtur në fund të Irakut, atje ku është deti në gjirin persik, del jashtë loje kanali Suezit, dhe gjithë fuqia ekonomike e botës vjen këtu. Ama për të kaluar këtu, pastaj ki parasysh që është ngushtica e Omanit, në anën tjetër është Banderabazi ku ndodhi ajo ngjarja i shpërthimi në Iran, pra disa ditë më përpara në Bandarabaz. Kina ka investime të mëdha. Pikërisht Bandarabatin e ka portën e Bandarabatit ata të pikërisht, pra pastaj ne mund vim pra duam ky aks këtu ekonomik edhe i sigurisë kthehet në një nga akset më delikate të botës. Sepse këtu janë përqendruar pra 2 fuqitë kryesore të BRICS-it përveç Rusisë, pra është Kina dhe India. Dhe këtu tani do shohim duke patur parasysh që Pakistani është një aleat ushtarak shumë i rëndësishëm i perëndimit, por që sfundmi është lidhur goxha me Kinën. Ata e ndruan presidentin, e ndruan kryeministrin vetëm për këtë arsye. Po që sfundmi është lidhur goxha me Kinën, në anën tjetër kemi Indinë, e cila ka kundërshtare kryesore Kinën, por edhe aleate në BRICS, dhe zënës presidenti i Amerikës pikërisht para se të fillojë kjo luftë ishte disa ditë përpara në vizitë, pasi bëri vizitën në Vatikan me Papën një ditë para se të vizitante Papa, e kishte pikërisht në Indi. Pra, është ajo që unë kam thënë që në fillim të herës para se të bëshin zgjedhjet në Amerikë.